Tereza, siç e njohu bota mbar, Agnes Gonxhe Bojaxhiun ishte simbolin i mesës së nevojtarëve të cilëve ajo kushtoi gjithë jetën. Pas shumë kërkesash të refuzuara, mundi të vizitonte Shqipërinë në 1989. Për ulësinë e pashembull do të vlerësohej në vitin 1979 me çmimin Nobel për paqe, për nga ku mësua kudo mësiese shqiptare. Më 14 gusht 1989, shqiptarja trup vogël që kishte shtrirë aktivitetin e saj edhe në ish-bashkimin sovjetik, shkeli për herë të parë në vendin e origjinës. Edhe pse jo e mirëpritur për vite me radhë, Tereza nuk i rishti përpjekjet për të vizituar Adeon dhe varret e nënës dhe motrës, në pamundësi për të marrë pjesë në ceremonitë e tyre mortore. Pranimi i vonuar i vizitës së saj u arsyetua jashtë vendit si një instrumentalizim nga ana e strukturave shtetërore, që kërkonin të bindnin opinionin ndërkombëtar për respektimin e të drejtave të njeriut në Shqipëri. Tereza themeloi urdhrin misionare të dashurisë. Në veprimtarinë e saj në Kalkut në mesin e viteve 80, siguroi kujdestarinë e 7500 fëmijëve në 600 shkolla, mjekimin në 960.000 të sëmurëve, trajtimin e 47.000 viktimave të lebrozës, si dhe bjërësimin e 160 fëmijëve ilegjitim.